Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot rreth orës 13:30 pranë gjykatës së Kurbinit, ku si pasojë një konflikti të çastit janë plagosur 5 persona me armë zjarri. Të plagosurit janë identifikuar si Liridon Ismalaj, Amarildo Ndocsi, Daniel Gjeloshi, Geraldo Keberi dhe Angelina Gjezaj. Kjo e fundit një grua që ndodhej në vendin e ngjarjes duke shitur qiring. Të 5 personat janë transportuar menjëherë drejt spitalit të traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore më të specializuar. Mësohet se një prej të plagosurve është në gjendje të rëndë dhe i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale. Sipas burimeve paraprake, ngjarja ka nisur nga një sherr mes disa të rinjve, ku më pas njëri prej tyre ka qelluar me armë zjarri drejt një automjeti në të cilën ndodheshin 4 persona. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vend ngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, të cilët kanë shoqëruar disa persona për verifikim. Në ndihmë të policisë vendore kanë mbërritur edhe forcat kombëtare të sigurisë njësia Shkodër. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Sipas policisë, autori që ka qelluar është tashmë identifikuar dhe po vijon puna për kapjen e tij.